Një konflikt mes dy të rive në fshatin Bulgarec të Korçës ka përfunduar me plagosjen e një 16 vjeçari i cili u godit me thik gjatë një përplasje me bashkëmoshatarin e tij. Ngjarja ka ndodhur mbrëmjen e së mërkurës dhe ka tronditur banorët e zonës. Sipas të dhënave paraprake, gjithçka ka nisur një ditë më parë në një lokal të fshatit ku dy adoleshentë që janë edhe të afërt me njëri tjetrin kanë luajtur me letra dhe kanë vendosur një bazë të thjeshtë. Humbësit do të paguante pijet. 16 vjeçari ka rezultuar fitues, por 19 vjeçari nuk ka planuar të respektojë marrëveshjen. Kjo mosmarrëveshje ka vijuar për rreth 2 ditë duke tensionuar marrëdhëniet mes tyre deri në përshkallëzimin e situatës mbrëmjen e ngjarjes në lokalin e fshatit. Fillimisht dy të rinjt janë konfliktuar verbalisht dhe më pas kanë kaluar në përplasje fizike. Gjatë sherrit 19 vjeçari ka nxjerrë një thik dhe ka goditur 3 herë 16 vjeçari në pjesën e kraharorit. I plagosur është transportuar menjëherë në spitalin e Korçës ku po merr trajtim dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Familjarët e dy të rinjve shprehen të trodhitur nga ngjarja. Të afërmit e 16 vjeçarit kërkojnë dëshkim për autorin. Ne hyni me delnim që kur ishin pleqt dhe jatje jeme këtia. Edhe fëmija s'kan patur, apo djali tim. Po tani çfarë kërkoni? Po çfarë të kërkojmë? Të shoh një djalën si është, pastaj të se si na i beri kështu ai djali. Nga ana tjetër, familja e 19 vjeçarit pretendon se konflikti ka nisur pasi i plagosuri ka goditur i pari me sende të forta. Po, ardhi në shtëpi. I tham çfarë ke beri, i folëm, pse i ke beri të veprim, tha po më goditi, më beri tërgjak, tha dhe unë e godita, tha. Nuk e shisherit, e djali i qetë, e djali punëtor, vete në shkollë, vete shu. Ky e ka goditur, e ka zhduar poshtë. Kanë pasur një konflikt më Nuk, jo, po ne jemi jetanët, po nëna ime i ka djemë të dajo. Policia ka arrestuar në flagrancë 19 vjeçarin të identifikuar si Arbër Mërsina, i banues në Bulgarec. Në cilësinë e provës materiale janë sekuestruar thika e dyshuar si armë e krimit dhe celulari i tij. Hetimet vijojnë për të sqaruar plotësisht rrethanat dhe dinamikat e ngjarjes.